Shefi i stacionit të policisë Orikumit, inspektori krimeve si dhe një specialist i zonës janë arrestuar nga kolegët e tyre të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore pas një operacioni në bashkëpunim me prokurorin e posaçme. Drejtoria e hetimit është vënë në dieni se këta punonjës policie në shtator të vitit të kaluar në kundërshtim me ligjin dhe duke keq përdorur atributet që i jep funksioni kanë kërkuar dhe marrë nga një shtetas një shumë prej 270.000 lekësh në këmbim të shmangjes nga përgjegjësia penale. Pas hetimit disa mujor me metoda speciale në drejtimin e SPAK u bë i mundur dokumentimi me prova ligjore i implikimit të punonjësve të policisë dhe veprimeve korruptive si dhe shpërdorimit të detyrës. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka ekzekutuar vendimin e gjykatës së posaçme, e cila ka caktuar masën e sigurimit personal me karakter shtrëngues, arrest në shtëpi, parashikuar nga neni 237 i Kodit Penal ndaj punonjësve të policisë. Të tre këta zyrtar janë të dyshuar për kryerjen e veprave penale, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike në bashkëpunim dhe shpërdorimi i detyrës, parashikuar nga nenet 259, 248 si dhe 25 të Kodit Penal. AMP bën me dije se mbetet e përkushtuar në misionin e saj për garantimin e zbatimit të ligjit, ndërsa fton po ashtu gjithë qytetarët të denoncojnë çdo rast të abuzimit apo të shkeljes së ligjit nga ana e punonjësve të strukturave.